një popull pa kulturë është i popull i destinuar të shkatërrohet dhe pa vlerë. Dhe çdo kulturë tjetër që vjen ai imiton. Drejt, e shbën direkt. Një popull që ka një kulturë dhe e ka pjesë identitetit të tij këtë kulturë, ka shumë të mundur, është shumë e mundur që të krahasohet me kulturat e tjera, të përballet me to dhe të ndihet, mos ndihet në disfavor me kulturat. Ndihet inferior, shkon inferiore me kulturat e tjera. Një islam pa kulturë është islam, si themi, i zbehet, pra tha, bëhet ashtu sistemi në mekanik. Një mikesha ime antropologe përdor thot një islam pa kulturë, një islam pa shpirtin brenda, pra tasawufin brenda është një manual lavatriçe. Teknik. Bëhet teknik vetvete, s'ka dimensione shpirtërore. Në rast në një nga rrethet e Shqipërisë, shkoj dikun me nxitim për të falë namazin e akşamit, se ishim në udhëtim. Dhe më bëri përshtypje xhamia e re dhe e kuruar shumë mirë, pa ishte ndërtim i ri dhe me këto shërbime të gjitha, dhe me atë imamin kisha edhe një farë njohje. Ai po më tregonte gjithë qef që këtu ka qenë një xhami e vjetër, e vogël, 400 vjeçare, po e rraf shumë, tha shpejt që mos na hapnin probleme, tha, dhe këto, tha, të monumenteve të kulturës.